paratë lëvizin fort për 5 shenja. Një pagesë, një shans dhe një fitim i papritur. Kjo video flet për lëvizje reale financiare që nuk vijnë rastësisht. Për 5 shenja zodiaku, paratë fillojnë të marrin drejtim tjetër. Dikush përfiton nga një pagesë e vonuar, dikush hap një mundësi të re, ndërsa një tjetër duhet të marrë një vendim të mençur për të mos humbur atë që po vjen. Energjia financiare nuk premton mrekulli, por shpërblen zgjedhjet e zgjuara, durimin dhe përgjegjësinë. Nëse je një nga këto shenja, ky mesazh kërkon vëmendje, sepse mënyra si vepron tani ndikon drejt për drejt në stabilitetin tënd ekonomik. Luani. Një lëvizje financiare fillon të marrë formë dhe luani ndjen se situata ekonomike po ndryshon gradualisht. Në punë, një pagesë e pritur ose një shpërblim për përpjekjet e kaluara vjen si rezultat i durimit. Kjo nuk është periudhë për shpenzime të nxituara, por për menaxhim të zgjuar të asaj që fiton. Një mundësi shtesë për të rritur të ardhurat shfaqet përmes një kontakti ose ideje që fillimisht duket e vogël. Nëse e merr seriozisht, mund të kthehet në burim të qëndrueshëm. Financat përmirësohen kur luani heq dorë nga nevoja për të impresionuar të tjerët dhe fokusohet te siguria afatgjatë. Borxhet ose detyrimet mund të rregullohen më lehtë gjatë kësaj faze. Ky është momenti për të ndërtuar, jo për të rrezikuar. Universi po të mëson se kontrolli financiar vjen nga disiplinë dhe vizion, jo nga impuls. Kur vepron me qetësi dhe vetdije, fitimi bëhet i qëndrueshëm dhe i merituar. Britsjapi. Për britsjapin, paratë lidhen drejt për drejt me përgjegjësinë dhe planifikimin. Një mundësi konkrete financiare hapet, por kërkon angazhim serioz dhe vendime të menduara. Në punë, një ofertë ose projekt i ri sjell potencial rritjeje, por vetëm nëse shmangen nxitimet. Kjo është periudhë e mirë për riorganizim buxheti dhe ndarje më të qartë të shpenzimeve. Një pagesë e vonuar mund të vijë papritur, duke sjellë lehtësim. Investimet duhet bërë vetëm pas analizës së plotë, sepse fitimi i qëndrueshëm vjen nga strategjia, jo nga fati. Britsjapi ndjen më shumë siguri kur ka kontroll mbi financat dhe kjo fazë e ndihmon ta forcojë këtë ndjesi. Mund të lindë ide për një burim të dytë të ardhurash që kërkon durim për të ndërtuar. Universi po të shpërblen për këmbënguljen dhe disiplinën. Nëse vazhdon me të njëjtin ritëm të matur, stabiliteti financiar bëhet më i fortë dhe më afatgjatë. Peshqit. Paratë për peshqit lidhen ngushtë me mënyrën si vlerëson veten. Një mundësi financiare shfaqet, por kërkon që të mos nënvlerësosh aftësitë tua. Në punë, një pagesë ose rritje e vogël vjen si rezultat i një përpjekjeje të kaluar. Ky është momenti i mirë për të rregulluar borxhe ose për të vendosur kufi financiar më të qartë. Shpenzimet emocionale duhet kontrolluar, sepse mund të prishin ekuilibrin. Një ide kreative mund të kthehet në burim të ardhurash nëse i jep strukturë praktike. Peshqit kanë tendencë të besojnë shumë, por kjo fazë kërkon kujdes dhe logjik. Financat përmirësohen kur vendos prioritetet personale mbi dëshirat e të tjerëve. Universi po të mëson se paratë nuk janë armik i ndjeshmërisë, por mjet stabiliteti. Kur i trajton me përgjegjësi, hapet një rrugë më e sigurt për të ardhmen dhe qetësinë mendore. Binjakët. Një lëvizje financiare për binjakët lidhet me komunikimin dhe zgjuarsinë. Një marrëveshje, bisedë ose informacion i rëndësishëm ndikon drejt për drejt në të ardhurat. Në punë, një ide e re mund të sjellë fitim nëse shoqërohet me veprim konkret. Binjakët duhet të shmangin shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime, sepse fokusi është çelësi i suksesit financiar. Një pagesë e vogël ose bonus sjell motivim, por nuk duhet të shpenzohet menjëherë. Kjo është periudhë e mirë për të kursyer dhe për të riorganizuar buxhetin. Financat përmirësohen kur vendimet merren me logjik dhe jo vetëm me entuziazëm. Mund të lindë mundësia për një bashkëpunim që sjell të ardhura shtesë. Universi po të shtyn të mendosh në mënyrë praktike dhe afatgjatë. Kur e bën këtë, stabiliteti financiar bëhet më i qëndrueshëm dhe më i kontrollueshëm. Akrepi.
Për akrepin, parat lidhen me transformimin dhe vendimet e guximshme. Një situatë financiare ndryshon dhe kërkon që të përballesh me realitetin pa frikë. Në punë, një pagesë ose fitim vjen pas një periudhe tensioni. Kjo nuk është kohë për rrezik të panevojshëm, por për pastrim financiar. Borxhet, detyrimet ose marrëveshjet e paqarta duhet sqaruar. Një mundësi për të rritur të ardhurat shfaqet, por kërkon transparencë dhe ndershmëri. Akrepi ndjen nevojën të ketë kontroll dhe kjo fazë e ndihmon të ristrukturojë financën personale. Investimet duhet bërë me kujdes dhe vetëm kur informacioni është i plotë. Universi po të mëson se fuqia financiare vjen nga qartësia, jo nga manipulimi. Kur lë pas frikën e humbjes dhe vepron me vetdije, stabiliteti rritet. Kjo fazë të ndihmon të ndërtosh një bazë më të fortë dhe më të sigurt për të ardhmen. Parat po lëvizin, por vetëm për ata që dinë t'i menaxhojnë me mendje të ftohtë. Këto 5 shenja kanë një shans real, por zgjedhja është personale. Shkruaj shenjën tënde dhe thuaj nëse je gati të marrësh kontrollin financiar. Pëlqe videon për të mbështetur rikthimin e energjisë. Abonohu që të mos humbasësh mesazhet e parave. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për këtë sinjal.